nuk ka ndarje të bukur dhe të pashtë. Dallimi në mes fajtorit dhe jo fajtorit, kur i vinë sfidat në jetë, është se kush nxjerr mësimin pas sfidës. Se di në rast se do duhet flisja për këtë pjesë, po tani këtë kohë në fundi kam mësuar diçka të re. Të dashuroj vetëm vetveten një rreth parë, dhe pastaj gjërat e tjera lidhen vetë. Mesazhi më i bukur që të nisur bisedën. Rato, Alba, lutem, dhe më thuaj pak, si je, si po trajton jeta gjatë këtyre muajve? Ke qenë shumë serioze enigmatike, thash para se të ftoja në studio dhe ka pasur kurreshtë të jashtëzakonshme të njerëzve si në Kosovë dhe Shqipëri për ditësh se çfarë po bën Alba Pollozhani, nuk ju ky për shumë. Ke zgjedhur që të postosh pak dhe pastaj publiku ka vluar ende më shumë. Si ke qenë? Unë shpend mirë në përgjithësi, do jepja pak lajmin e ri, unë jam zhvendosur si lokacioni dytë edhe këtu në Prishtinë dhe po ndihem shumë e lumtur. Bëhet shefi shumë. Prishtina dhe Kosova më kanë prit shumë ngrohtë, shumë mirë, njerëzit janë shumë të dashur. Dhe tani do shohim rrugës, sepse jo më kot kam ardhur këtu, po merrem me 3 projekte për momentin. Sa ku ka që po ndërpres, sa ku ka që je në këtë vendim? Në këtë vendim, e ke fjalën që sa ku kam ardhur që kam ardhur këtu në Prishtinë, apo jo? Që ideja që të jetosh edhe këtu. Tani këtu në Kosovë është bërë gati 2 javë që jam zhvendosur, po e kam lënë pak kështu jo publike këtë pjesë. Dhe po momenti po merrem pak me projektet e mia. Gjithsesi janë 4 projekte, 2 janë në aspektin televiziv, një është projekt artistik dhe një në drejtimin e biznesit. Atëherë që je shumë angazhuar, Alba. Po gjitha këta do shpalosen dita ditës. Dita ditës, më bëhet shumë qefi që sot kam përballë sepse aq shumë pyetje ka Alba Pollozhani, po besoj që pyetjet pafund me merr në rrjetet e tua sociale. Kurioziteti është i jashtëzakonshëm për ty. Si e ke përballuar dhe si po e përballon vëmendjen, po themia, pyetjet e shpeshta, interesin shumë madh të gazetarëve, po dhe publikut? Sa i përket anës vëmendjes, se të gjithë ma parashtrojnë si pyetje, për mua nuk është diçka shumë e re. Unë shpend jam rritur në një qytet vogël ku të gjithë na njohin dhe të gjithë i njohim. Në momentet e mia të para, kur jam zhvendosur nga struga e Maqedonisë në Tiranë, pranë Shqipëri, dhe momenti që nuk më ka njohur asnjëri atje, për herë të parë jam ndier jo vetja. Se unë realisht jam ndier vetja gjithmonë duke pasur vëmendjen, duke më njohur të gjithë njerëzit. Këtë nuk e them për mendjematësi, është thjesht mënyra e jetës që unë e kam pasur që e vogël. Dhe tani, pas daljes së bigut, për mua nuk është se bën një diferencë të madhe. Por, momentet që unë dal në rrugë, në lokal, në restoran, në ndonjë biznes, masa e audiencës që është rritur dhe impakti që kam lënë tek njerëzit në shqiptari, mua më bën të ndihem shumë e motivuar për të ecur akoma më shumë përpara, se kur i shoh ata fëmijë të vegjël që më përshëndesin edhe vrapojnë shpejt të më përqafojnë, kur i shoh edhe moshat e mëdha madje që kanë shumë respekt dhe më kanë dashur shumë, për mua ajo është pjesë e krenarisë. Se të bësh, të duan njerëzit e gjeneratës, nuk është diçka shumë e vështirë, po të duan të vegjëlit dhe të mëdhejt, ajo është shumë arritje për mua. Aty është kthesa më e madhe që t'ja merresh zemrën gjithë, dhe para se të hinim në studio takuam pak me stafin dhe tha që ke qenë shumë e mirë në Big Brother, pavarësisht dramave tuaja se çfarë është komentuar, ke qenë tipike e llojit tënd për një format reality show dhe në mënyrë tjetër ke marrur shumë simpatinë e publikut, vajzave, grave, djemve, burrave dhe po besoj që këta emër ende dhe sot. Çfarë thon më shumë ti në rrugë? Kur e takon Albën dikush në market, në kafe, nuk e di, çfarë thon më shumë ti? Po, direkt impakti i parë është thuajnë nuk na e mori mendja që ti flet kaq shpak, se ne aty dëgjojmë vazhdimisht. Je mësuar që më na lodh në prime. Edhe nuk na mori mendja që dukesh kaq bukur live, se unë nuk e di pse kamerat edhe ekran nuk më kap fare mirë, ndërsa live dukem komplet disi ndryshe. Po ta konfirmoj edhe unë, live dukesh shumë më bukur se sa që të kemi parë në ekran. Jo që je dukur keq, atë që mos keq kuptohemi. Është edhe efekti syzeve, po dhe live dukesh shumë bukur. Disa prej komenteve, çfarë të kalon më shumë ti për shtypin ndonjë koment nga publiku, se besoj që sinqeriteti më i madh është kur i takon sy më sy, njerëzit. Ta them të drejtën, nuk është se më bëjnë shumë përshtypje komentet me fjalë, sa më bën përshtypje energjia që më japin. Ne kemi thënë që në jetë kemi ardhur vetë, do jetojmë vetë dhe do vdesim vetë. Po kjo nuk është kështu. Zoti nuk na ka krijuar maskotit të gjithë këta njerëz që ne jemi, të gjithë këta gjallësa që ne ekzistojmë. Ne japim energji dhe fuqi njëri tjetrit. Në momentin që të gjithë afrohen me pozitivitet në maksimum, unë marrë një fuqi aq të madhe për mbrënda, sa që më shtyn të vazhdoj akoma më shumë planet që unë kam dhe ndjesin që unë e kam se kush jam unë për mbrënda dhe se çfarë do arrijë unë në të ardhmen. Dhe unë ndihem shumë falimnderuese të gjithë njerëzit që më japin shumë energji pozitive, jo thjesht nëpërmjet komenteve, po vetë nëpërmjet mendimeve të tyre për mua dhe mënyra se si më respektojnë në momentet kur më shohin në rrugë. Është komplet nivel tjetër.
Tani, Unë ta them të drejtën, ndërkohë që kam qenë brenda në BIK, kam menduar sikur palesa po më urren njerëzit. E ke pasur atë përshtypje, ha? Shumë e kam pas. Mbase ta kanë imponuar pak edhe banorët. Nuk e di, është thjesht pjesa që unë nuk isha më deri diku atë shumë vetja sa jam në jetën reale, se unë ju parapriva që në fillim. Unë këtu kam marrë që t'ju bëj terror psikologjik. Lidhje nuk bëj dot, shoqëri false nuk bëj dot, se unë nuk i besoj shoqërive brenda një sistemi konkurrues për një çmim, se e kam parasysh shumë mirë që të gjithë i fusin thika mbas shpine secilit, se çdo kush në fund të ditës do shoh interesin e vet dhe çatin e vet. Familjar aty nuk kisha, dhe ju thash, unë loj duhet bëj, po që ta bëj loj më të pastër do bëj vetëm terror psikologjik, po me të drejtën time, pa i rënë qafa skujt. Qysh nuk u lodhe, o Alp, do me thonë ka qenë një rrugtim, aq i shkurtër po edhe shumë i gjatë për ty që me bët gjitha terror psikologjik si po tua për banorët, sepse gjithë shpinë ke pasur kundër, ka pasur momente kur Alba ka qenë e përhumbur për mënyrën, tash nuk e di se si e ke përjetuar ti, këtu jemi për të folur, por a ka pasur momente që je lodhur realisht sepse kish prajmet e gjata që u diskutoj ke vetëm emrit, vetëm dinamikat e tua, vetëm ajo se çfarë kisha thënë gjatë javës. Për ty ishte edhe lodhje psikologjike krahas ju po e tjerëve kët? Tani shpend lodhje psikologjike për mua nuk është asnjë gjë në jetë. Sfidat unë jemi pres me shumë kënaqësi dhe për mua më e keqja nuk ekziston. Jeta ka vetëm sfida. Të keqen unë e kam përkthyer në sfidë. Sa më shumë e shoh të keqen në sfidë, aq më shumë e kupton që sa forcë ke brenda vetës. Në momentin kur të keqen e transmeton në sfidë dhe mundohesh të lesh të qarat anash, atëherë ti ke fituar zhbllokimin tënd tej mase për të vazhduar jetën përpara. Brenda në Big Brother, për të pasur lodhje, është realisht që kam pas lodhje, se kam pas pajumësit nivelit lartë, nuk kam qenë ushqyer në mënyrë të rregullt, vetë faj i vetës time, se kam qenë full fokus për qenë aktive me banorët, dhe për ta thënë drejtën në Big Brother, unë kam përjetuar momentin më të rënd që për mendimin tim mund përjetoj një njeri në jetën e tyre. Ne në jetën tona kalojmë shumë probleme shëndetësore, familjare, financiare, shoqërore. Por kam kuptuar diçka nga eksperjenca ime dhe nga të tjerët. Më e rënd për ta përballuar dhe që është vështirë për të kaluar, për të mos thënë që nuk te kalohet asnjëherë, është problemi me zemrën, problemi i ndjesisë, problemi i dashurisë. Dhe këtë gjë nuk ja uroj dot askujt, madje as armikut tim nuk ja uroj që të ketë probleme në dashni. E vështirë. Është shumë e vështirë. A e bën të ende më të vështirë që gjithë ajo ndodhte përballë një audiencë milionëshe? Të vështirën nuk e bën fakti në dashni se a shohin njerëzit, se ti nuk jeton për njerëzit. Të vështirën e bën fakti, vetë fakti që po ndodh diçka e tillë, po ndodh një tradhti, po ndodh një zëvendësim. Sidomos kur e shef edhe para syve tuaj, në atë moment imagjinata, mendja dhe ëndrat e tuaja ndoten bëhen pis në një mënyrë të jashtëzakonshme. Ti mendon se nuk kam më jetë. Ti mendon se përse është kjo ekzistencë që unë e kam, për çfarë është vetë ekzistenca. Kalon në nivele shumë vështira jetese, të duket sikur përse po i bëj gjithë këta gjëra, për çfarë arsye në fund të ditës. Sepse unë jam goditur në pjesën që na dhem më shumti të gjithë njerëzve. Mirë po jeta vazhdon përpara. Dhe kam kuptuar. Po, çfarë ke kuptuar? Kam kuptuar diçka. Sa më të vështira të jenë sfidat në jetë, sa më shumë që vjen ai momenti përse unë duhet të ekzistoj, në momentin që ti përvesh mëngët dhe rikthen sërish dëshirën për të jetuar dhe për të luftuar për ëndrat tuaja, ai është momenti që ty të zhbllokohen akoma më shumë dyert, pra Zoti të sjell gjëra më të mira në jetë. Kam kuptuar diçka gjatë gjithë kësaj eksperience, që ne Zoti na ka falë një lloj fuqie shumë interesante. Na ka falë diçka të jashtëzakonshme. Dhe ajo quhet vullneti. Është pikërisht vullneti, ajo fryma brenda, ai zëri brenda, ku në momentet e tuaja më të dobta, ku nuk mendon më se ekziston jeta për ty, është ajo që të çon sërish në këmbë dhe më fuqishëm se kur. Dhe ky është momenti ku ne kemi dëgjuar shprehjen Zoti shpërblen ata që nuk dorëzohen. Dhe do ju thoja gjithë njerëzve
të ndihen faleminderues për sfida që ju vinë në jetë. Dhe sa më të vështira të ju vinë, aq më shumë për përgatiten për hapjen e dyerve më të mëdha. Unë sot jam në një pozicion që pasi kam kaluar gjitha ata vështirësi, mu më janë hapur shumë dyer në shumë drejtime që as vetë nuk ma merrte mendja që do hapeshin kaq shpejt. Dhe gjitha ndodhi kështu, tak. Dhe më bëhet qefi shumë. Jashtë ka pasur shumë debate për këtë mënyrën se si po e thua dashurinë, trekëndshit që ndodhin brenda Big Brother, dhe jashtë në për debate si në Kosovë dhe Shqipëri, vajzat kanë dalë shumë krah, nuk e di se sa ke pasur mundësi me i pa pasaj debate, deklarata të ndryshme që janë dhënë për televizionet ndryshme, por ti ishe brenda dhe nuk mund ta ndjej. Unë dua të di të humbi pak fokusin në lojë me këtë se çfarë ndodhi, këtë që po e përmend, ishte e vështirë për ty që të merrje lojën në dorë derisa po ndonte një, nuk e di, lëndim zemre, lëndim shpirtëror, çfarë do ta quajë ti? Tani, brenda shtëpisë së Big Brotherit, vetë realiteti është loja. Pyetja më saktë do ishte... Një paradoks shumë interesant. Pyetja më saktë në këtë situatë do ishte a të humbi loja që ti Alba vetë kishe paramenduar me logjikën tënde që do bëje loja aty brenda. Po kjo pa ka shumë ishte. Po, ajo patjetër që më humbi. Por, a isha brenda lojës që vetë loja është realiteti i të çënurit njëri? Ishte totalisht 100%. Unë vetëm fasada që nuk mund kem. Dhe kam vrej diçka në emisione televizive, në reality show, një njeri që është shumë i drejtë dhe shumë luftarak, në fillim perceptohet nga publiku sikur është mashtrues dhe aktro. Mirë po, me kalimin e momenteve, kur ai njeri mban qëndrueshmërinë e vet, parimet e veta, karakterin po të njëjtë si në fillim, atëherë edhe publiku e kupton që ai njeri është i drejtë, ka karakter të fortë, dhe thjesht nuk i drembe çerpikut para gjërave që ndodhin në jetë, sidomos brenda një sistemi. Kam dëgjuar shumë edhe nga njerëzit, a ishte bigu ndoshta që ty të shkatrojmë brenda. Unë dua t'ju drejtojmë vetëm njerëzve vetëm për diçka. Unë i ndihem faleminderuese shumë bigut për eksperiencët që kam pas në big. I ndihem shumë faleminderuese që më hapi dyert, më bëri ftesën dhe unë pranova që të futem brenda. Sepse bigu ka qenë një sfidë e një niveli që unë kur se kisha përjetuar në jetë. Bigu ka qenë ai që mu mi hapi syt për të parë se kush janë njerëzit, sidomos disa njerëz që unë i llogarisja, ose të paktën një njeri që e llogarisja krahun tim dhe pjesë të jetës time të pandashme. Unë i ndihem faleminderuese bigut. Nuk ka faj njeriu tjetër apo sistemi për të keqen që të ndodh ty brenda. Ke faj vetë ti që beson njerëzit e gabuar, apo mund t'i futesh një sistemi që ti nuk e përballon dot. Se të rim shtremtë dhe të flasim drejt, sistemet që kanë krijuar njerëzit, sidomos edhe bigu edhe reality show tjera dhe misionet e tjera, nuk janë perfekte, se nuk janë të krijuar nga Zoti. Patjetër që do ketë ego, do ketë konkurrencë, do ketë mashtrime, do ketë zhgënjime. Por jo se synimi është i tillë. Do bëje diçka ndryshe? A do bëja diçka ndryshe? Me qasi, me këtë energji, me këtë mentalitet që e ke sot në këtë studio. Do bëje diçka ndryshe në ato momente kritike për cilat po flasim, se pastaj do të bëje edhe pyetje konkrete, por për këtë që po e thua, do bëje diçka ndryshe, Alba? Të ta them drejtën, nuk do të bëja asnjë gjë ndryshe dhe ndihem faleminderuese me veten, sepse dallimi në mes fajtorit dhe jo fajtorit, kur i vinë sfidat në jetë, është se kush nxjerr mësimin pas sfidës. Unë për vete kam nxjerr shumë mirë mësimin tim. Unë i hapa syt dhe mora vendimet e mia dhe vazhdova jetën time para. A të ka mësuar biku ta duash veten? Më ka mësuar vetja ime që të dua veten. Fal vendimeve të mia për t'ju futur rrugëve të cilat japin vështirësi akoma më të larta. Një ndër to ishte edhe bigu. Nuk ka faj bigu sa aty brenda ka njerëz që edhe dashurinë e shesin për lekë dhe për famë. Dhe ata njerëz që shesin dashurinë për lekë dhe për famë, ndonjëherë mendohem, a e ndjejnë vetë njeriu ata njerëz? Është gjëja më e çmuar që ka njeriu në këtë jetë dhe përtej kësaj jete. Është gjëja e vetme që ekziston edhe pas vdekjes në këtë jetë. Nuk janë leku dhe fama janë momentale. Por tani, ajo se çfarë ndodhi në Big Brother ne e kemi parë dhe kemi qenë dëshmitar të çdo prajmi, të çdo situate e gjithçka tjetër. Si është situata sot me Limin? Si është komunikimi sot me të? Çfarë ka ndodhur pas bigut? Unë jam shumë kurreshtar, njëjtë po besoj më shumë se unë, janë edhe publiku, i heqim syzet, dhe sepse dukesh më e bukur pas syze. Më thuaj pak se si është situata.
Nuk e di, nuk dua të vënë siklet, nuk dua të bëj pyetje që t'hyj shumë në aspektin tënd personal, por më thuaj me cilat vendime sot je duke jetuar. Unë e kuptoj pyetjen që ti shpend bën. Unë do them vetëm shkurt edhe qartë në këtë drejtim. Kam respekt për periudhën që ne patëm. Unë atij njeriu i kam dhënë shumë mjaftueshëm, mirë po unë meritoj më shumë se kaq. Dhe gjërat bukura po vinë në jetën time. A ka pasur ndonjë lloj komunikimi, a ka pasur ndonjë lloj sqarimi, a ka pasur ndonjë lloj arsye sepse ndodhen ato që ndodhen, a ka pasur pyetje nga ana jote se çfarë ishte vërtet, çfarë ishte realitet, se u bë që u bë, apo ke lënë qetësinë tënde komplet që ti sqarosh gjërat vetëm me Albën? Është shumë pyetje interesante edhe kjo. Unë jam shumë e kufizuar me jetën time dhe nuk është se jap këta përgjigje njerëzve, sidomos edhe në televizione, mirë po ditë them vetëm diçka. Nuk ka ndarje të bukur dhe të paqët. Ku ka dashni, nuk ka ndarje pa luftë. Lufta ndarje është akti i fundit për t'i thënë. Se sa shumë e do. A je e shëruar? Jam shumë e shëruar. Sot, po më reflekton një energji shumë të mirë pozitive dhe do isha shumë i lumtur që të kam sot përballë, e shëruar, e lumtur, e dashuruar me Albën mbi të gjitha, sepse tha një fjali shumë të bukur para se që të ulësh dhe tha që kam kuptuar që më së pari dua të respektoj dhe dua veten para se dua detaje dhe gjërat e tjera. Që më bërë shumë qefi që e tha në fillim të emisioni, sepse për këtë ne ishim të interesuar ta dinim Alba. Kam kuptuar edhe diçka tjetër. Është shumë e vërtet fjala që në momentin që nisë dhe dashuron vetveten në rreth parë, atëherë rreth jetës tënde mblidhen gjithë njerëzit që ta duan të mirën edhe të duan për atë që ti je. Ndërsa në rast se zgjedh një herë t'ju shkosh të tjerëve për mbrapa, në jetën tënde vijnë vetëm njerëz që dëshirojnë të të konsumojnë edhe asgjë më shumë. Dhe shumë të pakët janë ata që ta duan të mirën. Më thuaj një mesazh për gjithë ato vajza që kanë pasur ose janë momentalisht në një situatë të tillë. Një këshill për gjitha vajzat që po shohin këtë intervistë, që mezi kanë pritur që Alba deri në intervistë dhe t'jap mesazhe, më thuaj diçka ekskluzivisht për to. Ekskluzivisht për vajzat që janë në pozicionin siç kam qenë unë. Po. Unë për vajzat do thoja që nuk janë as e para edhe as e fundit. Janë gjëra që ndodhin në jetë, por me rëndësi është që kur mos me leju askënd për me tregu që ti nuk vlen. Të gjithë vlem, të gjithë kemi peshën tonë. Nga kjo studio, çfarë është dashuria për ty sot? Ka ndryshuar definicioni yt për dashurinë, për ndjenjat, për gjërat më të bukur në botë? Apo nuk e ke lënë askënd të ndryshoj këtë koncept? Për mua dashuria është balanca brenda vetes time dhe ngrohtësia që unë kam me familjarët e mi dhe me gjithë njerëzit rreth e përqark vetes time. Dhe për mua dashuri është që të shoh edhe të gjithë njerëzit të lumtur dhe në balancë brenda vetes tyre. A e ke zemrën e hapur për dashuri? Çfarë pyetje? A je shëruar me mjaftueshëm është nën pyetja. Unë di vetëm diçka. I kam vendosur cak vetes time që tani do luftoj fuqishëm për t'i kap disa gjëra që unë i kam në mendjen time, të cilat më janë shtruar rrugët në atë drejtim, dhe do thoja diçka. Në rast se një moment unë zhdukem nga rrjetet sociale, po zëri im akoma po dëgjohet, ta dini që ai është momenti që unë jam bërë milionere. Me vetëm këtë arsye. Dhe kjo gjë s'po them kohën se kur mund të vi, po li surprizë. Po lem të kuptosh që pas ke punuar shumë. Domethënë pas Big Brother heshtja jote nuk ka qenë vetëm të shohësh se çfarë po shkruajnë, por qenë ke dhënë 100% drejt të ardhmës tënde. Jam dhënë 100% drejt një rreth parë vetes time për brenda, dhe frymës time se kush jam unë dhe se çfarë do realizoj unë. Tani nuk i shkoj unë brapa gjërave, vetë gjërat vijnë tek unë. Ky është çelësi. Tani, për të përfunduar këtë situatë, njerëz kur e kanë parë Limin në Big Brother, situatën juaj, është menduar pak që është një lloj riciklimi ferma VIP. Një histori e cila është parë më herët një në reality tjetër, po përsëritet ende në Kosovë, po merr dinamikat e të tjerëve, është komentuar dhe është diskutuar shumë kjo pjesë. Mendon se ka qenë më bukur të mos ndodhte? Të bëj një pyetje shpend. Apo më mirë që ndodhi?
të bëj një pyetje shpejt, është matematik shumë e thjeshtë. Okej, unë jam këtu për të bërë pyetje, po në rregull. Ferma është 1 muaj e gjysmë. Po. Bigu, ferm kemi qenë 1 muaj e gjysmë. Ferma është 3 muaj, bigu është 3 muaj. Në total janë 6 muaj të vitit. 6 muaj transmetim me publikun. Tani, në jetën reale, kur je në lidhje, që nga lidhja shkon në fejesë, nga fejesa shkon martesë, dhe martesën e ke 10 vite, 20 vite, 30 vite. Tani kjo i bie që edhe martesën do e quani riciklim. Është gjëja më normale që ekziston, që në rast se unë jam në lidhje me dikë dhe lidhjen e nis në një reality show, dhe lidhja dhe raporti me pikpyetjet e veta dhe dinamikat e veta mund vazhdojnë një reality show tjetër. Martesën unë nuk po e quaj riciklim, unë po e quaj një reality love story, kushtimisht, i cili i është servirur publikut për të parë në detaje se çfarë po ndodh mes një vajze dhe një djali. Tani publiku kur ju parë në Big Brother donte diçka ndryshe. Martesa është vetëm status formal shoqëror që vetë njerëzit i kanë dhënë emërtim një raporti mes një femre dhe një mashkulli. Shumë e vërtet. Gjëja më thelbësore është raporti shpirtnjor njëri me tjetrin. Edhe kjo është e vërtetë. Në rast se unë akoma sot e kësaj dite kam raportin shpirtnor me njëri, në rast se prap futem në reality show, unë prap atë gjë do e vazhdoj sepse ajo gjë ekziston në jetën time. Nuk mundem unë të futem në një reality show tjetër dhe të ndryshoj veten time nga A-ja deri në Z, vetëm se është një lojë tjetër. A jemi reality show apo jemi fake show? Në rast se doni reality, do ju a tregoj unë realitin, artin e qenurit njëri, në të mirë dhe në të keqe, në sfida dhe në lumturi, dhe madje në ringritjen nga thikat mbas shpinë. Aty mbrënda patjetër që nuk janë treguar edhe shumë gjëra të tjera nuk dallohen sepse ndryshe është i shohësh gjërat me sy të lirë dhe ndryshe është nga kamera. Po. Nga kamera nuk dallohet asnjëherë. Po. Jo, nuk po e them këtë. Të lutem mos e keq kupto fjalën. Se unë kam shumë respekte për gjithë hapat dhe vendet ku mua janë hapur dyert dhe që unë kam pranuar bashkëpunimin me ta. Por energjia e njerëzve nuk mund të përcillet nëpërmjet kamerave. Dhe këtë e pranojnë të gjithë, si ata që janë futur brenda dhe kanë dalë, madje edhe vetë ata që janë analistë apo opinionistë të vetë kësaj gjëje. Por nuk kemi ankesa për këtë. Unë tani duke e ditur paraprakisht se çfarë do thotë një sistem, unë i përvesh mëngët dhe bëhem gati për atë lloj sistemi, që në momentin që vijnë vështirësitë, nuk do dalun për jashtë dhe do ankohem, ky më bëri kështu, kjo më bëri kështu. Jam vetë unë fajtore vetvetes time, në rast se unë lejoj të besoj, siç thash më herët, njerëz të gabuar dhe të mos jemi përgatitur për sisteme të caktuara ku me vetë vullnetin tim të lirë janë futur aty brenda. Në rregull, e kuptoj. Tani, më thuaj pak shkurt, nga opinionistët, nga publiku jashtë të diskutuar që historia jote atje ka dhënë mesazhe jo të mira për vajzat. Cila histori? Historia me Limin përgjithësi. Është diskutuar shumë që vajzat duhet durojnë, duhet qajnë, duhet të shohin momente kur edhe tradhtohen dhe prap kërkojnë rikthem. Ka pasur shumë aludimi jashtë koncepte ndryshme që Alba nuk po i mëson vajzat mirë. Shkurt, cila do ishte përgjigjja jote për këto aludime jashtë? Unë brenda Big nuk e kam parë tradhtim. Në momentin që ai njeri është futur brenda Big, ne kemi qenë të ndarë. A ka qenë gjesti mirë? Patjetër që nuk ka qenë gjesti mirë. Po a ka sfida jeta? Patjetër që ka sfida jeta. E din ti shpend se sa femra ka për jashta të cilët e din që partnerët e tyre i tradhtojnë dhe prap qëndrojnë me partnerët e tyre se e din që ata janë dashnia e tyre dhe kanë fëmijë me ato? A është okay që e bëjnë? A e din ti shpend se dhe sa femra ka të tilla që ja bëjmë partnerit vet një diçka të tillë. Dhe a e din ti shpend që un jam komplet me filozofinë që 99% e meshkujve të tradhtojnë. Herët apo vonë, patjetër që minimalisht një herë në jetë ka për të tradhtuar. Mjafton mos e bëj para syve. Edhe mos ta përgjithsojmë, edhe mos ta përgjithsojmë. 99% unë kam drejtën time, opinionin tim se si e shoh unë jetën. Patjetër. Minimalisht një herë në jetë. Që në momentin që ti në imagjinate krijon një lloj dëshire për një femër që e sheh në rrugë ose në ndonjë ambient tjetër, ajo është tradhti. Është tradhti sepse në rast se do ekzistonin kushtet për ta bërë fizikisht, pra nuk do kishe dikën mbi kokë që do të kontrollonte siç duhet, ose do kishe më shumë mjete financiare për ta gjetur kohën dhe mënyrën për ta bërë, do ta bënte. Tani, në çfarë pikë tjetër ishe? Dhe për vajzat, të cilat kanë thënë që Alba na ka dhënë mesazhe të gabuara, i vetmi mesazh që kam dhënë unë është që duhet të rrezojmë egot në marrëdhënie, po kjo duhet të jetë e dyanshme. Po. Unë nga ana ime e kam bërë, por në momentin që unë e bëj, rrezoj egot e mia, se çfarë pres nga një mashkull, nga një sistem, nga një raport dhe nga diçka,
dhe tjetri më pas nuk e bën, unë marr vendimet e mia, vazhdoj përpara. Dhe shpejt ka edhe diçka tjetër shumë me rëndësi. Unë kur kam dalë jashtë bigut, kam parë se çfarë ka ndodhur realisht brenda mbik, para se të hyjë një person i caktuar mbik, dhe pasi ka dalë nga bigu akoma pa me dalë unë. Kur kam dalë për jashta, unë i kam marrë vendimet e jetës time. Jo aty mbrenda. U shokove nga diçka? Nga çfarë u shokove? Po, nga patjetër që po. Cilat shokoj më shumë ti? Më thuaj. Se di në rast se do duhet flisja për këtë pjesë, po është bërë një lojë e bukur nga një person aty brenda me mua. Para syve të mi janë paraqitur gjëra ndryshme, dhe mbrapa syve të mi janë bërë gjëra ndryshe. Dhe kjo është diçka që unë nuk e prisja, dhe prapë është gabimi im. E zbulojmë personazhin apo jo? Them prapë është gabimi im. Okej. Se kam besuar personin e gabuar, dhe kuptohet se për kë bëhet fjalë. Mirë, po nuk doja qëndroja shumë te kjo temë, për arsye se unë kam vazhduar përpara, dhe unë e kam caktuar edhe brenda mbik, nuk mundem unë para njerëzve të hedh poshtë dikë që unë dua. Sepse në rast se unë hedh para njerëzve poshtë dikë që unë dua, unë kam hedh veten time, se unë po hedh zgjedhjen time, unë po hedh zemrën time, unë po hedh dashnin time. Dhe sa do gabim të ishte ai njeri brenda, që për shumë gjëra e di që ishte shumë gabim, unë nuk mund ta nxjerrja keq para tjerëve. Unë jam personi që luftoj shumë fort, që njerëzit që i kam pranë vetes, edhe kur janë gabim para të tjerëve, do i nxjerr mirë. Dhe vetëm kur do jemi vetëm pa vëmendjen e të tjerëve, do flasim ashtu siç duhet, me letra hapur, me gjëra transparente. Unë prita momenti kur dola jashtë bigut. Brenda big nuk mund bëja asgjë. Edhe unë kam qenë shumë konfuze se çfarë po ndodhte. Por në rast se brenda big do kisha ditë diçka që ka ndodhur, që unë e kam marrë vesh vetëm kur kam dalë për jashta. Do ishte komplet ndryshe rrjedhoja. Unë atë vendim nuk do e kisha lënë për jashta. Okej. Do e kisha bërë komplet brenda. Tani, diçka që është komentuar shumë jashtë dhe ka quar shumë plur, ka qenë vendimi i Albës për të mbuluar. Po. Do më thonë ishte një prime në cilën kishe marrë një vendim, një iniciativë tëndën për të mbuluar, gjë që për publikun ishte shumë habi, shumë interesant, sepse nuk është që kishte ndodhur një reality show më herët. Në momentin cilin jemi, pse nuk ka ndodhur dhe si është këndvështrimi yt tani? Je qëndron e njëjta në atë vendim, qëndron e njëjta në atë dëshirë? Para të pak që ke bërë me vete, si qëndron? Tani sa i përket pjesës mbulimit, unë kam shpreh shumë mirë brenda Big Brother që më ka ardhur komplet ndjesia edhe dëshira. Momenti kur kam dalë jashtë Big Brother, kam pas bisedime në lidhje me këtë drejtim dhe më kanë treguar disa hapa që unë duhet i siguroj derisa të vi faza që të jem e mirëfillt në atë drejtim. Dhe unë jam në ata hapa, nuk është që nuk jam në ata hapa. Por, se kur kjo ndodh, kjo është zgjedhje personale e imja, nuk është diçka që unë e bëj për t'i dhënë llogari njerëzve tjerë. Nuk është diçka që unë e bëj për lojë ose për famë. Nuk kam bërë kur asgjë për lekë dhe për famë, sepse në rast se unë do duhej që të bëja gjëra për lekë dhe për famë, beso shpejt që do isha shumë më shumë nivel tjetër në aspekt televiziv. Po nuk do isha që akoma sot e kësaj dite luftoj vetë me forcat e mia për t'i arrit edhe për t'i kap gjërat. Sepse pas daljes nga biku njerëzit donin të shihnin postim në radhës tënd në Instagram dhe mendonin që do ishe mbuluar. Brenda Big Brother u largove, vendose dalësh dhe në një periudhë kohore njerëzit mendonin që tani pas bikut kjo do të mbulohet sepse shiko, u premtoi publikut që do të mbulohet, i ka ardhur ndjesia, s'ka se si ti ik ndjesia, andaj e bëra pyetje sepse njerëzit mendonin që kështu të ndodh. Tani për qëndësia, akoma është, nuk është që nuk është ndjesia. Mirë po, si që thash, vendimi për ta realizuar 100%, është një moment tjetër, sepse kërkon disa hapa për të respektuar dhe për të zbatuar para se të vi vendimi. Dhe këtë, unë jam konsultuar me njerëz më me emër të kësaj fushe, jo në aspektin emër figurativ fame, më me emër në aspektin cilësor profesional të gjëjës. Çfarë të thanë? Pa tjetër që janë disa hapa të tjerë për të ndjekur, dhe unë jam në ata hapa për të ndjekë. Në rregull. Tani, dinamika në Big Brother ka pasur shumë, unë pasi është intervista jote e parë pas bikut, të ndua t'i prek disa prej tyre, është diskutuar shumë që Alba ka pasur telefon brenda shtëpisë, ka qenë telefonin ndezur, ka marrë informacione nga jashtë, më thuaj një përgjigje nga kjo studio. Tani, unë do bëj prap një pyetje retorike, jo për të marrë përgjigje. Hajde.
unë me fuqinë që kam dhe energjinë që kam, në rast se do të kisha telefon brenda bigut, a do të kisha dal nga bigu, apo do shndroja deri në finale, do të kisha marrë fitoren? Nuk e di. Tani, në momentin që ke informacione nga jashtë, je shumë rahat për të shkuar drejt finales, se i bën ata llogaritjet e veta edhe matematikat e veta, se si të menaxhosh situatat për të kapur finalet, mundësisht edhe fitoren. Do të thonë nuk është e vërtetë telefoni brenda nga ty. Nuk është as pak e vërtetë që telefoni është futur brenda nga unë, edhe unë kem pas përdorim të telefonit. Më ka ke raporte më të mira sot. Mi thuaj 3 emra. Sa i përket pjesës së raporteve, unë kam respekt për gjithë banorët aty brenda, nuk kam hatërmbetje për asgjë, përveç pjesës të disa banorëve që kanë tregu skuthllëk, e përdorim ne si shprehje nga anët e shqiptarëve në Shqipëri, dhe unë në shoqërinë time, në jetën time të përditshme, nuk mund bëj mbrapa njerëz të cilët ta fusin me thik mbas shpine në momentin kur i ke sytë mbyllur. Tani, me ka e ke më smiri, me ka e ke një reply Insta story, një mesazh, një urim ditëlindjeje, me ka e ke pak më... Gati me gjithë e kam. Gati me gjithë. Më smiri? Nuk jam person që flas me emra. E bash shumë private jetën time personale. Në rregull, sepse përveç me po besoj publiku i të intereson shumë. Ma thuaj një emër, me kë? Po, publiku ka për t'i parë edhe këta gjëra në përditshmëri në rrjetën time personale. Për publikun kam shumë respekt. Mirë po, duhet të kuptojnë edhe diçka. Ne personazhe që jemi figura publike, e kemi pak këtë pjesën që të na respektohet pak pjesa e privatësisë. Se në fund ditës jemi pak edhe ne njerëz, kemi ata momentet tona të dobta. Dhe në rast se unë tregoj pikat e mia se çfarë bëj në përditshmërinë tim, me kë njerëz rrethohem unë, atëherë nga gjitha ajo masë e madhe, minimalisht një person do të dalë, ekziston probabiliteti që të shkaktoj dëm në jetën time. Dhe ne tani nuk do të veprojmë hard working, po ndonjëherë edhe smart working. Pra jo vetëm punën e lodhshme, po edhe punën e mençur. Tani ti e di shumë mirë. Unë e di pikat se si duhet të ruaj jetën time. Familja një rreth parë është shumë e shenjtë. Unë sot e kësaj dite akoma nuk kam nxjerrur publikisht kush janë prindrit e mi, vllai im edhe kush janë familjarët e mi të ardhshëm. Të ardhshëm. Do shta është dhe një shenjë kjo, se mos kem një martesë ose fëmijë. Që të krijosh tënden. Edhe familjarët e mi tjerë, dhe madje as shoqërinë time të afërt. Në punët e mia jam shumë e heshtur. Njerëzit shohin vetëm rezultatet. Tani ti e di shumë mirë se si funksionon reality show dhe kur vjen 24 orë, 24 live, pastaj publiku ndjehet shumë keq që nuk përfundon një spektakël dhe do di se çfarë po ndodh me Albën, nuk e ka më 24 orë ta shoh, nuk e ka atë tjetrin. Andaj kur është shumë e madhe me ditë, po sido që tjetër nuk do të flasësh me emra dhe e respektoj. Unë vetëm di të them që Alba do të tregoj pra veten me rezultate. Dhe nga shtatori e sipër do shihemi sërish. Do e ribëj edhe njerë si eksperiencë? Bigun? Po, ke marrë mjaftueshëm nga ky format, nëse do kishte një ftesë për shembull në Big Brother Albania. Bigun jo edhe një herë, po Bigun edhe 100 herë do i futesha sërish edhe nuk do isha kurrë e lodhshme për ta përjetuar si eksperiencë. Pse kaq shumë energji nga gjithë kjo energji, sepse njerëzit dalin javën e dytë, javën e tretë, jo më nuk u kënaqesh jova tek ty si vije. E dashuroj sfidën. Sfida të bën më të fortë. Sfida të përplas dhe të mëson gjëra të reja. Dhe duke u bërë më i fortë, ashtu të hapen dyert akoma më të larta. Nuk do më hapeshin mu këta dyert që më janë hap sot, në rast se nuk do e kisha kalu sfidën e Bigut. Do isha akoma në atë historinë time, në të kaluarën, në ata hapa më të vegjël që isha. Unë sot kam kaluar stat tjetër. Nuk dua ta lëvdoj vdekjen. Vetëm me rezultate. Nëse dikush ka ftesë për Big Brother dhe po e sheh këtë intervistë, çfarë do ta këshilloje? Ja vlen të hysh dhe një këshill bazë. Çfarë duhet ketë parasysh një banor i ardhshëm si në Kosovë si në Shqipëri për të luajtur këtë lojë kaq sfiduese, ha? Personi që ka marrë ftesë ose do të marrë ftesë për në audicionet e tjera të Big Brotherit, do i thoja që pranoje direkte. Jo më koti ka shkuar ftesa. Ai njeri vlen për Big Brother. Por këshilla numër 1 për qenë brenda në Big, më beso që është vetëm të jesh vetvetja në të mirë edhe në të keqe, se jo më kot jemi personazhet e një reality show. Ne jemi personazhe që i tregojmë njeriut se çfarë do thot arti i të çonurit njeri, se çfarë do thot të qohesh edhe mbastikave, se çfarë do të thot të ndjesh edhe dashuri, se çfarë do të thot të ndjesh ngrohtësi, se çfarë do të thot të ndjesh mërzitje, disfata, të gjitha. Dhe kështu ne frymëzojmë akoma më shumë njerëzit të cilët na ndjekin, sepse njerëzit që na ndjekin, në rast se thuajnë që
Alba përjetoi këtë dhe mbas kësaj u hapën këta dyrë dhe vazhdoi këtu përpara. Është burim motivi, njerëzit e kuptojnë që në fund të ditës të gjithë njerëzit jemi një lloj. Të gjithë i kemi hallet e njëjta. Nuk është vetëm një eksperiencë personale, është një mision mbi të gjitha për një banor i një reality show, a? Po thua kështu? Është pjesë e misionit të jetës. Okej. Në rast se të vjen rrugtimi për të qenë në Big Brother, jo më kot ka ardhur si opsion. Dhe do thoja që pa e menduar dy herë ta pranonte direkte dhe vetëm të jepte maksimumin në atë që është. Se ekziston një popull përjashta, një masë që janë po ashtu të ngjashëm, në situata të ngjashme, që presin të shohin dikë dhe të frymëzohen se si përballen sfidat në jetë. Tani, diçka që bëri boj shumë pas daljes tënde Big Brother ishte shifrat marramendse të fustaneve dhe veshjeve të Alba Pollozhanit. Çdo i dyti lajm në portal ishte ja sa kushton fustani, shifra me shumë zero propa. Çfarë ka të vërtetë këtu dhe a janë realisht këto shifrat vërteta për veshjet e Albës pas Bigut? Njerëzit mendojnë shumë ka i mori parat, përmende që do bësh milionere, sepse atë rrugë djetë duke manifestuar, më thuaj pak sa i përket kësaj pjese. Shpend sa i përket pas kësaj pjese, unë ta them drejtën, jam person pak si shumë i turpshëm, në flas për shifra, e di që duket shesharake, po sinqerisht në momentin kur i kam parë live-et, më ka ardhur pak si rënd, se unë nuk jam treguar kurrë në këtë drejtim. Po janë të vërteta, mos më përmend shifrat, janë të vërteta apo jo? Për që të vërteta, është çdo gjë e vërtetë në jetën time. Çdo gjë që ka dalë nga unë është e vërtetë dhe çdo gjë që merret nga unë është shumë e vërtetë. Se i ke raportet me luksin me paran, çfarë do të thotë paraja për ty, çfarë do të thotë luksi për ty? Është paraja gjithçka, jetohet më mirë kur ke para, sjell paraja lumturinë? Si është koncepti yt? Koncepti im si është. Paraja është një mjet i domosdoshëm për sistemin e kësaj jete. Mirë po nuk është gjithçka. Shpirti është mbi gjitha. Dhe ta them drejtën, unë shpeshherë has sfidën e ndjenjës, të financës edhe materializmit. Në fund të ditës çdo gjë më duket asgjë. Për mua nuk kam vlerë fare ata para që i mendoj që t'i arri, ata lukse, ata gjëra materiale. Por e vetmja gjë që më mban në rrjedhë është se po si pata ata kushte financiare dhe materiale, duhet të bësh rob i njerëzve të tjerë, duhet të bësh rob i sistemit, dhe për femrat nuk është e lehtë të bësh rob i një sistemit. Beson e para gjinore sot? Beson që edhe një grua mund t'ja dalë e vetme duke i bërë punë edhe që i kërkohet një burri nga shoqëria me disa ligje të pashkruara? Çdo njeri mund t'ja dalë i vetëm, po për diçka që dihet botërisht, që të gjithë njerëzit e dim, që jo të gjithë e flasin para kamerave, është femra realisht e ka pak më të vështirë se mashkulli. Të jesh një femër e varfër, e rrezikon shumë gjëra në jetën tënde kur përballesh me sistemin dhe me njerëzit e ligë që ekzistojnë në sistem. Përfiton sistemi, thua, nga vajzat e janë vulnerabël. Përfitojnë vetë njerëzit që ekzistojnë brenda atij sistemi. Dhe unë kam pasur fatin në jetë që kam një familje shumë të fortë nga ana e të dy prindërve. Në momenti që jam zhvendosur nga Struga për Tiranë, që Struga është një qytet i vogël dhe Tirana është një qytet kapital shumë i egër, Struga më ka mësuar sinqeritetin dhe ngrohtësinë, kurse Tirana ka nxjerrur atë luanin e zjarrt që unë kam përbrenda. Kam pas fatin që të kem familjen time dhe fisin në krah. Mirë po, kur i kam parë vajzat e tjera që vinë nga qytetet vogla, nga familjet varfra, por me ëndra dhe ambicie shumë të mëdha, edhe me potenciale shumë të fuqishme, dhe të ende rrugëve duke u munduar për të kapë gjërat, qoftë një notë që ato e meritojnë, ose qoftë një 100 euro në muaj, mua më dhimbë se të shumë, nuk e di pse më vjen kjo dhimbje për brenda. Edhe për ta thënë drejtën se nuk kisha ndërmend ta them, një qëllim i madh në jetën time është në të ardhmen, pasi t'i kryej ata kushte financiare dhe materiale që unë i synoj, të hap një lloj sistemi, institucioni për t'i përkrahur të gjitha ata femra që janë në ata pozita, me ëndra të mëdha, me ambicie të mëdha, edhe ju mungon njeriu i duhur për t'ju azjatur dorën që të çohen dhe të vazhdojnë përpara. Pse më emocionove, Alp? Nuk e di, i ndjej shumë.
Unë nuk e kam përjetu. Thjesht, kur kujtoj se çfarë kam parë sytë e mi të shumë femra, shpende shumë e dhimbshme. Unë jam njeri shumë i ndjeshëm, edhe pse tregojmë shumë e fortë. Mendon që është më mirë pozicioni i gruas në Kosovë dhe në Shqipëri, se sa ka qenë vite më herët? Mendon që jemi në rregull, ke besim te gjeneratat e reja që mund të përmirësohet kjo që sapo e the? Si jemi? Për të krahasuar gjeneratat, unë nuk di të them shumë, se nuk e kam përjetuar vetë, unë jam vajzë akoma e re, dhe kam përjetuar më shumë të vetëm gjeneratën time, por po kuptoj që sa më mirë që synojmë të shkojmë, aq më keq po bëhet çdo gjë. Por kam një besim thellë brenda vetes time që do të jetë dita ku do shpërthej gjithë mirësia. Dhe po e ndjej tani që po flasim në kohë paralele që janë shumë njerëz të tjerë në kohë reale, momentale në botë, që jam po pikërisht në këtë pozicion që jam unë, me atë ambicien e madhe për të krijuar kushte që më pas të bëhen djepi për të ndihmuar të tjerët në vështirësi. Dhe të gjithë po përgatiten, dhe momenti ka për të ardhur. Rregull. Jemi drejt fundit të intervistës, unë kisha edhe disa pyetje kështu të shkurta, më thuaj pak deri kur do të qëndrosh në Kosovë, deri kur të kemi këtu. Unë nuk bëj plane kohore, unë jam me momentin. Unë vetëm i zhvilloj gjërat. Sa do të qëndroj gjatë apo jo, këtë gjë nuk e di. Me rregull. Ku do kalosh verën sot? Akoma s'kam bërë plane për verë, se kam shumë angazhime me gjërat të cilat i kam marrë përsipër. Jam duke u përgatit për 2 projekte televizive, po ashtu edhe për projektin artistik, po ashtu edhe në fushën e biznesit. Po e ke më shumë fokusin? Cila po të merr më shumë kohë, ose cila duket më sfiduese nga këto që i the? Në mënyrë aq të bukur më ka ndihmuar Zoti që të gjitha në mënyrë paralele po i bëj, secila po plotësoj njëra tjetrën. Po cilat flan më shumë? Të gjitha. Jam e zjarrt për të gjitha. Dhe jam pikërisht gjëra që unë i kam dashur. Në televizion. Secila nis në momentin e caktuar. Po. Nuk startojnë të gjitha në të njëjtin moment. E biznesi do të vi pak më herët, më pas do të vinë artistike dhe e televizionit. Televizionin në Kosovë apo në Shqipëri? Këtë ma thuaj. Po tani nuk kam ardhur kot në televizion këtu në Kosovë. Po, okej. E mora Nuk jam zhvendos kot si jetesë ditë këtu në Kosovë. Sa shumë kurioz jam ti se çfarë formati do të shohim, do të jetë ardhur pak që kemi po. Po besoj se deri diku edhe ju a merr mendje apo? Po, deri diku unë kam një ku ta merr mendje se ku do të shoh. Okej. Po si do gjithë po e lë sepse mësoj më bukur do ishte nëse do e lënim, dhe nuk do e thonim. Po, vetëm surprizë. Unë flas me rezultate. Po gjithmonë synoj për gjëra të bukura. Dhe ndihem shumë e lumtur këtu në Kosovë, se siç e përmenda njerëzit më kanë prit në mënyrë jashtëzakonisht të ngrohtë, të gjithë më trajtojnë si familjaren e tyre, dhe ndihem shumë e lumtur. Por njëkohësisht më ka marrë shumë malli edhe për pjesën e Strugës, për pjesën e Tiranës, se dhe atje kam shumë familjar, kam edhe shoqërinë time të afërt, të cilët i dua shumë dhe mezi pres që t'i takoj vetëm këtë pjesë nuk e di si do e menaxhoj. Po ju shkruaj çdo ditë që të vinë këtu në Kosovë, po ata kanë angazhimet e tyre. Tani fokusin e ke në Kosovë në Prishtinë apo ke pasur mundësi të hulumtosh pak në qytete tjera të eksplorosh të i shohësh se si është, nuk e di, Peja, Gjakova, Prizreni, Ferizaj, ha? Ta them drejtën, kam një dëshirë të mbrëmshme që realisht kësaj vere, duke mos pas mundësinë që të shkoj në pushime afatgjate, të bëja diçka që gati çdo fundjavë të vizitoj nga një qytet ndryshe në Kosovë. Shumë e bukur. Mirë, po kjo ngelet për nga qershori e sipër. Okej, Alba Pollozhani, kënaqësi jashtëzakonshme që merr sot në studio. Faleminderit i shpejt për ftesën. Si jam këta që jashmase, edhe nuk e prisja që studio t'jepte kaq energji të mirë nga afër. Ti më dha shumë energji të mirë, po besoj që të jetë energji që e patëm në studio, t'ja u kemi reflektuar edhe shikuesve. Falenderoj shumë që ishe në studio, të uroj gjithë të mirat, këtu jam, për çfarë do lloj ndihme dhe këshille që ke nevojë për gjithçka që të nevojitet. Faleminderit shumë që mbesove dhe merrte në këtë intervistë të parë, një rrëfim të parë pas gjithë asaj eksperiencë dhe asaj zhurmë mediatike që dite të bësh si në Kosovë dhe në Shqipëri. Kosovë, faleminderit shumë për gjithë mirëpritjen, edhe vetëm gjëra të bukura ka për ndodh këtu.